Gjykata e posaçme apelit ka shtyrë për në datën 29 prill shqyrtimin e një ankimi të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, mbi shfuqizimin e një vendimi të shkallës së parë për pezullimin e afateve të paraburgimit. Shkak për shtyrjen e seancës është bërë parregullësia e mënyrës se si Erion Veliaj është njoftuar në qeli për seancën që pritej të zhvillohej këtë të premte. Avokati Erion Veliaj, Plaren Dreca, pretendoi në një deklaratë për mediat se është instaluar një praktike një dënimi kolektiv, kur mungon një avokat i një të bashkëpandehuri u pezullohen afatet e paraburgimit të gjithë të pandehurve dhe shtoi se kjo është antikushtetuese. U shtyr për shkak një parregullësie që ishte tek siglimi nga ana e drejtuesit të institucionit paraburgimit. Kjo ishte arsyeja që u shtyr sot, ndërsa për seancën tjetër nuk kam informacion. Fatkeqësisht është instaluar një praktikë ku praktikisht ka një dënim kolektiv në momentin që mungon një avokat i një bashkëpandehuri i pezullohen afatet e paraburgimit të gjithë bashkëpandehurve, që mendoj që është një praktikë absurde, antikushtetuese dhe antikonventore. Dhe kjo është arsyeja që ne na bëri që të investojmë gjykatën e apelit për të verifikuar këtë lloj vendimmarrje që bëri gjykata e shkallës parë në seancën e datës 24/3/2026. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, vijon të qëndrojë në burgun e Durrësit, teksa procesi ndaj tij ka hyrë në një fazë zvarritje seancash gjyqësore.